Nëse pini kafe çdo ditë duhet ta dëgjoni këtë, do ngeleni pa fjalë. Një studim I ri ka gjetur se pirja e rregullt e kafes nuk çon në rrahje të tepërta të zemrës. Një studim I rëndësishëm thotë se konsumimi I kafes mund të çrregullojë ritmet e rregullta kardiake. Studimi që u krye në hulumtuesit e Universitetit të Kalifornisë në San Francisco është më I madhi që dëshmon në lidhjen mes kafes dhe zemrës. Udhëheqësi I hulumtimit tha se pretendimet e mëparshme se kafeina ndërhyn në ritmet kardiake duhet të rikonsiderohen pasi kemi gjetur se, në fakt, kafja dhe çaji dhe çokolata kanë përfitime kardiovaskulare. Ekipi zbuloi se pirja e rregullt e kafes ndihmon sistemin kardiovaskular, ul rrezikun nga diabeti tipit 2 dhe nga faktorë të tjerë rreziku për sistemin kardiovaskular të tilla si obeziteti dhe depresioni.